79 të e di që jo bashkështu. Jo bashkështu nuk ka konë. A konë ka pas dalë mu dhe që t'je manena, për jo që kaqë. A qëtu s'ka ardhë, nuk e mbaj men. I kam 79 vjetë, nuk e mbaj men qëtu. Plaku 79 vjeçar Qerim Cikaj nga fshati Gjonaj thot se prurët e si vjetë me të drinit janë më të larta që a i mban men ndonjëherë. Këto prurje të mëdha kanë ndikuar që drinit të del nga shtrati i tij dhe të shkaktoj përmbytje në 10 objekte banimi të këtij lokaliteti. Pronarët e objekteve të vërshuara nga uji, Sefe Qerim Cikaj, Qerim Çoçe dhe Naim Cikaj, tregojnë për momentet kur uji po depërtonte në shtëpitë e tyre, duke u shkaktuar dëme të mëdha në anvisri, mjete të ndryshme dhe të tjera. Uj ka hi pram në ora 12 natës, o musha në mrena o full uj. Ko gjës kena pështu, krejti ka marrë ujt, ma kesh ka ku më shkue. Çfarë ju ka dëmtuar? Ka dëmtuar mrena, kësha ka mrena saloni, krejti ka prish, kësha ka pas ullë se kësisene, krejti ka mrena janë i ka marrë ujt. Traktor keni pas? Traktore që kuma, 50 thos, krumën në kanë, 400 duj, son, se për tasë për folje në kanë jaj, 200 duj son, shas ka pas atje, krejti ka marrë ujt. Kja onë uja la, këto është la pa hi ujt, ma në zash kemë ku më shkue. Keni pas edhe pula? Pula jaj qënë copa jaj kanë që, mas traktorit i ka marrë ujt krejt. Krejt s'ka lanë sen. Da lopi kemi pas, ato i kemi pështue, i kemi hekve aty që kemi lanë. Pram në për uj i kemi heken. Qysh keni shpëtuar ju? Ka arë një mek, për 2-4 më traktar, kemi hëp, ka ku i shia me kemi dalën, në ka qitë këllën rrugë. Për ndryshës kemi mujtë më dalën. Ka të poshtë, so qelë dyra, s'ko gjo, veç bisnel të kemi dalën. Që ku dyra atje qelë që kemi lanë, qelë që kemi dalën. Ka 11 ora, mene që ka hi. Po ka 11 i notës. Ka hi. Dhe, qëfar ka ndodhër me ju? Ka ndodhër të shaj kemi pas mene që dhe keti, i mori ujtë me ka uqa me. Ato sene, këtë që ka pas me kuzhina me këtë i mori. Ka përja laminati, për që shu që me burë, fup, u që për pjetë më njëri. Edhe ju keni qenë të rrezikuar? Po edhe të rrezikuar, po në qëtëm këtë katën e dytë, që të bom halë shush. Metëm atje poshtë i mori kretë, këtë shka kjo i prishi i pjaj. Uji është shumë mram nga ora 6 deri në 7 në atë pjesën e shtëpisë. Se janë 2 shtëpia, një më vogël, një më madhe. Kurse në këtë tjetër ka fillu pram natën, ka 2-3 ora i natës. Ka fillu. E është fund brenda. Sa keni qenë? Shumë të fiksuar. Mërzitur të fiksuar. Për njerëz jo se nuk ishte na i vrellë e madhe që më na marrë neve, po për domet. Cilat janë dëmet që janë shkaktuar? Dëmet e dhomave që kemi, materialin e dhomave që kemi, kauça, këto gjone në shkatru krejt, edhe kuzhina krejt. Asë një shpërec në kam hek, se isha vetën veç me gruën. Ju për shkak që sigurie me sa pa mi larguat edhe baktit? Po edhe baktit i largum të një fshatar Manel që është në gjona i Nel atje, për mos me, se s'po dije qa u banë, se po ecë më shpecim nga njerë. Ka po bon ma avash veç, ka njerë bashkë më shpeci për ecë. Mirë, unë vetë nuk jam këto, për i kemi të afrim dhe manë tonë këto, se janë shqetësun, ka gjë shumë për dhe manë për përët ujtë. Sa i përket ujtë, kur ma shumë nuk ka pas ujtë, si kur kësaj radhe. Dhe manë ka dame shumë mëdhaja materiale, ka dame në përgjithësi ma shumë si çdo herë tjera që ka pas përmbytje. Pronarët e shtëpive të dëmtuara nga vërshimet shpresojnë se institucionet shtetërore do t'ju dalin në ndihmë në kompensimin e dëmeve, të cilat janë shumë të mëdha. Po normal i bëjnë thirrje institucioneve na dalin ndihmë krejtëve, jo veç mund këto për shembull. Krejtëve me dëm me na kompenzu diçka nashta se di sa janë shancat, veç jemi dëm tu ball. Po patjetër, që ka mundësi, patjetër më na animu diçka bile pak. Të paktën bile më na animu diçka. Përveç fshatit Gjonaj, situatën ngjashme rënduar nga përmbytjet është edhe në fshatin Krajk, ndërsa për shkak të pranisë së sasisë së madhe të ujit, është bllokuar për qarkullim rruga që lidh këto 2 lokalitete dhe pjesë të tjera të zonës së Hasit.